refluksi është kthimi i thartinës nga një herë edhe një pjesë të luktit nalt në ezofag, do të thonë përmi nivelin e diafragmës. Ajo ndodh kur muskuli i poshtëm i ezofagut është i dobësum, nuk është kompetent, do të thonë çka ka role, e lën ushqimin me kthy, me shku te poshtë, por nuk e lën me kthy. Në rast të refluksi, atëherë në vend se mu mbyll ai rrin hapun, edhe kur këta pacient për shembull han shumë, atëherë kanë refluks, ose kur han edhe shtrihen me fjet, kanë prap refluks. Kur han edhe çohen me bë diçka, shpesh është fenomeni i lidhseve të kpucave. Këta kur ulen me lidh kpucat, shpesh ushqimi ju kthehet deri te fyti. Janë faktorë të ndryshëm, është koha e shkurt që të binë deri te refluksi, po është një problem që sulmon shumicën e njerëzve, sidomos modern, edhe është problem që të trajtohet për arsye se është një problem kronik. Po çka duhet doktor të përdorim në mënyrë që të parandalojmë reflukset? Në mënyrë që të parandalojmë reflukset, duhet qysh në fëmijëri të edukojmë fëmijët të hanë ngadalë, ta përtypin mirë ushqimin, mos të flasin duke ngrënë, për arsye se nëse ham shpejt, atëherë ham gjithmonë shumë, edhe evitojmë fazën e parë të tretjes, e cila fillon në gojë, edhe nuk bluhet si duhet ushqimi. Gjitha këto binë masandej gëlltisim edhe ajër, nëse flasin duke ngrënë, edhe shkaktojnë një frymje të madhe në lëkth, edhe bojnë presion te sfinkteri i poshtëm i ezofagut. Faktor tjetër është edhe pesha e madhe, për shembull, edhe ngritja e peshave trona, ngrënia vonë para gjumit, do të thonë me hongër edhe me ra me fjet, gjithashtu është njëri prej faktorëve, po janë edhe disa ushqime që shkaktojnë dobësimin e sfinkterit edhe favorizojnë refluksin. Këto janë ushqimet e konzervume, tymosëna, ushqimet e përpunume industriale, kafja, alkooli, çaji i zi, edhe pijet e gazuara. Këto do të thonë edhe çojnë drejt asaj, po edhe nëse e ka refluksin pacienti, atëherë ja bojnë jetën e zezë. Kur pas simptoma nuk është. Po cilat janë disa prej ushqimeve ose pijeve, në këtë rast çajrave, në mënyrë që me ndihmu parandalimin e reflukseve? A ka ndonjë çaj ose diçka që ja rekomandoni pacientëve? Janë çajat të cilat e ndihmojnë tretjen. Janë zakonisht çaji i kamomilës, çaji i mente, janë çaji i xhenxhefil, edhe çaji kantarian, edhe fençel te quhet gjermanisht, çaji i koprës. Këto janë çajnat të cilat ndikojnë mirë në tretje, i eliminojnë gaznat, edhe pacienti masandej nuk i ka këto simptome. Po problem, domethënë faktori kryesor që ata mos të kenë simptoma është ta ndajnë ushqimin prej fjetjes një 3 orë. Mos të hanë, mos të pinë një 3 orë para se me ra me flejt. Përndryshe që ato simptomat refluksit nuk e lanë kur rahat, edhe mos ta mbushin lukthin kur. Domethënë në momentin kur ju vjen ma sheshëm, çatëherë me ndërprej ushqimin. Pjesa e sipërme e lukthit duhet të jetë e zbrazët, edhe për mos mi pas çato simptoma.